duhet t'i varen po këtu në mes t'i sheshi nga ju. Të dashur nëna që nuk keni më fëmijët tuaj që flini gjumë vetëm me fotot e tyre. Të dashur buq që sot vuani dhe punoni si në mesjet. Të dashur minator që jeni ngritur në grevë dhe pretendoni për statusin tuaj. Të dashur nxënës që gjeni dite për ditë universitetet mbyllura. Të dashur vëllezër dhe motra që ende në për spitale dhe nuk gjeni kura, të dashur njerëz dhe bashkëvuajtës që jeni sot onkologjiku dhe merrni shërbimet mizerabël. Ka vetëm një fjalë, dhe kjo është Ramaik. Ramaik me shpirtik. Rama me 40 ajdut ishte një fjalë dhe kemi thënë, është thënë po bën 400, po bën 500 ajdut. 5D dhe 6D, me diell dhe pa diell. Ramaik, po nga i tunel që korupcioni që t'ka fmytur brenda. Ramaik dhe sa të lodhemi do të themi për ditë Ramaik, sepse nuk ka ngel gjën Shqipëri pa vjedhur. Nuk mund trajtohet buxheti i shtetit si me pas lekët e tyre në xhep, si me trajtu si për Lëmosh. Të ndëruar vëllezër e motra, ju që nuk keni sot që trajtoni me ndihmë ekonomike dhe nuk keni bukë me shtru vakt fëmijëve tuaj. Është dita jonë. Është dita me i dhënë dërmën kësaj makutërie, këtyre hajdut ministra që ditë për ditë vjedhin xhepat e çdo shqiptari ndershëm. Ramaik me gjithë tabor. Mimramo të gjithve, mimramo doktor profesor Sali Berisha, mimramo deputet e zonës Eno Bozgo dhe